Përshëndetje miq dhe mikesha, faleminderit shumë që jeni pjesë e kanalit tim në YouTube. Tashi ne në këtë kubote kemi hyrë gjithmonë kemi qenë në fazat nxehta, por tashi jemi në çerek finale dhe sigurisht janë vendosur çiftet ku në datën 9 korrik në orën 22:00 luan Franca me Marokun. Në datën 10 korrik 21:00 është Spanja me Belgjikën. Në datë 11 korrik është Norvegjia me Anglinë, e cila luan 23:00 dhe në mëngjesin e datës 12 korrik, pra në orën 03:00 është Argjentinë Zvicër. Sigurisht që tashi ne presim akoma dhe më shumë ndeshje sa më të nxehta. Sigurisht Franca erdhi nga një kualifikim me Paraguajin, kualifikim shkelmash sigurisht. Maroku erdhi nga një kualifikim me Kanadan ku nuk e diskutoj, sepse sinqerisht Maroku ka një ekip shumë të mirë, normal, i kanë gjithë janë rrit në Europë. Spanja vjen nga kualifikimi me Cristiano Ronaldo 1-0 në minutë 91, shumë i vështirë ishte si kualifikim, por si normal kur ke Cristiano Ronaldo përballë, çdo gjë është e fortë edhe e urime për Spanjën sigurisht. Belgjika vjen nga një kualifikim me Amerikën, ku gjithë thanë se jo Belgjika mbaroi, jo Belgjika s'mbaroi, por Belgjika u kualifiku. Norvegjia vjen nga një kualifikim special me Brazilin, ku gjithë normal tifoz Brazilit prisnin Brazilin, por Norvegjia Haalandit nuk fal. Anglia ka mund një nga ekipet më të forta fizikisht, e cila është Meksika, që e muni super dhe Anglia ka super ekip, ndërsa Argentina vjen nga një neshje që rafi Egyptin 3-2, një neshje shumë e komentume në gjithë botën, por sigurisht thojnë që Leo Messi është i preferumi i atij Infantinos, normal, ndërsa Zvicra vjen nga një ndeshje super e fortë, super fizike me Kolumbin, ku vetëm fal 11 metrashave arritet të kualifikohet. Ne kemi pas super ndeshje sigurisht, por këto domethënë çerek finalet priten të jenë akoma dhe më të bukura, akoma dhe më shumë shikueshmëri. Sigurisht ne këtu i shohim të shtëpia vjetër me 4 televizora, një projektor në shoqërinë e birrës Agustiner, birrës Puka, sigurisht super birë artizanale shqiptare, me lëngjet e freskëta bio, me akullorën artizanale dhe shumë gjëra të tjera. Faleminderit shumë që jeni pjesë e imja dhe ju mirëpres shijojmë këto çerek finale.